Në teatrin e Gostivarit kanë filluar provat për shfaqjen më të re me titull Mos ju fol aktorëve, një projekt që shënon edhe premierën e parë për këtë vit në repertuarin e institucionit. Nisjen e provave ka ndjekur nga afër edhe drejtori i teatrit Ismail Omer, duke i dhënë këtij momenti edhe rëndësi institucionale. Me regji të Kastriot Çipit, vepra bashkohore e shkruar në vitin 2019 vjen si një reflektim i thellë mbi artin, pushtetin dhe çmimin e kompromisit, duke hapur një debat të ndjeshëm mbi kufit mes krijimtarisë dhe ndikimeve që e sfidojnë atë. Regjisori i njohur nga Shqipëria njofton se në qendër të rrëfimit qëndron një aktor i ri, i cili synon të sjellë në skenë veprën e tij, por ëndra e tij artistike nuk është e lehtë për t'u realizuar përballë presioneve që kërkojnë përshtatje, zbukurim dhe nënshtrim të tekstit ndaj interesave të jashtme. Ai zgjedh rebelimin si një akt i mbrojtjes së dinjitetit. Dhe në këtë tekst, për shkak të atyre që ndodhin, ne shohim se si transformohet personazhi kryesor, që është autori i veprës pra që po luhet në teatrin brenda teatrit, në mbrojtje të dinjitetit vet. Dhe kjo është dhe arsye pse unë kam zgjedhur këtë tekst. Pra, kemi të bëjmë me një autor të ri, që jepet rasti për herë të parë të vihet një skenë, një dramë e tij në Broadway, që do të thotë shumë për karrierën e një autori në Amerikë, sepse do të thotë para më shumë, do të thotë famë, do të thotë vazhdimsi e karrierës. Por çmimi që i ofrohet të paguaj, pra të ndryshoj tekstin sipas tekave të aktorëve, me sa duket është shumë i lartë. Dhe ai rebelohet, nuk e pranon të paguajë këtë çmim. Pra këtu vjen parabola që sjell mendimin tek publiku. Jo çdo gjë mund të blihet me para, jo çdo gjë mund ta bëjmë për hir të karrierës, për hir të parave. Respektin për veten nuk duhet ta humbasim kurrë. Me një kast prej 6 aktorësh, premiera pritet të ngjitet në skenë pas 5 javësh, ndërsa vepra në thelbin e saj mbetet një reflektim i mprehtë mbi kufijtë e njerëzit, deri ku mund të shkojë ai pa e humbur dinjitetin dhe sa larg mund të shtrihet arti pa e tradhuar të vërtetën e tij. Fatkeqësisht nuk e kapim dot fillimin e kampionatit botror, unë do doja që të kishte më shumë vëmendje dhe premierat të arrijej përpara kampionatit botror të futbollit, po me sa duket nuk e arri dot. Atë më mirë cilësia se sa shpejtësia, sado që të doj do t'i japim kohën, besoj që një 5 javësh është koha minimale që e do premiera. Pra mund të themi javën e 3 të qershorit ose javën e 4. Publiku duhet vita ndjek pikërisht për këtë, për t'i bërë pyetjen vetes deri në ç'pik mund të toleroj ai vet pa cënuar dinjitetin, pa humbur respektin për veten. Unë mendoj që ndonë se ne betohemi për gjëra të shenjta, ne betohemi për Zot, për familje, për jetët e fëmijëve, ai që ka fëmijë, dhe sigurisht janë të gjitha të rëndësishme dhe të vlerë për individin. Njeriu dhe mund të vdes me kënaqësi për të mbrojtur fëmijën. Unë mendoj se ajo që nuk e përmendim është shumë e rëndësishme, respekti për veten. Shumë njerëz, përfshirë mua, nuk do donin të jetonin nëse nuk do kishin respekt për veten. Drejtori Ismail Omer njofton se gjithsej 4 shfaqje janë paraparë për këtë vit të realizohen me mbështetje të Ministrisë së Kulturës. Ndërkaq në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar, drejtori njofton pjesëmarrje në Festivalin e Teatrove Stamboll. Udhëheqësi i sektorit të financave Armen Tajdari njofton se programa vjetore e teatrit për këtë vit përshon 3.500.000 denar të mjaftueshme për realizimin e planifikimeve. Ndërkohë, provat po zhvillohen në kushte jo edhe aq të favorshme infrastrukturore. Udhëheqësia e teatrit ka paralajmëruar investime të rëndësishme për renovimin e hapësirës së punës përmes një donacioni nga Tika. Projekti parasheh renovimin e sallës së madhe, sallës së baletit, zyrave të administratës, tualeteve, grimiereve dhe dhomave të aktorëve. Po ashtu, para objektit të qendrës për kulturë, do të vendoset edhe një ekran i madh në të cilin do të transmetohen trailerët dhe njoftimet për shfaqjet që do të kenë premier. Me këtë investim, thot drejtori, synohet përmirësimi i kushteve për artistët dhe krijimi i një ambienti më modern e më funksional për publikun dhe jetën kulturore në Gostivar.